Shkrimtari nga Graçanica Zhivojin Rakočević vlerësoi se raporti i eparkisë së Rashko-Prizrenit nuk është një befasi sepse siç deklaroi ai, serbët në Kosovë vuajnë diskriminimin institucional, presion dhe një atmosferë frike çdo ditë. Rakočević tha se pas mendimit të tij ngjarja në Gazimestan për Vidovdan tregoi thelbin e marrëdhënieve të institucioneve ndaj serbëve në Kosovë. Historiani Aleksandar Raković vlerësoi se bashkia ndërkombëtare perëndimore duhet të reagojë ndaj deklaratës së eparkisë së Rashko-Prizrenit në të cilën paralajmërohet për të gjitha vështirësitë në të cilat përballen serbët në komunikimin me autoritetet në Kosovë, por sa ai nuk pret që kjo do të ndodhë. Në gjykatën themelore në Prishtinë, gjykimin e mungesi 21 personave të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile në rastin e Reçakut u shty pasi, siç tha gjyqtarja Violeta Nimani, dosjet e çështjes nuk ishin dorëzuar disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve. Me 30 dhjetor të vitit 2025, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti një akt akuzë kundër 21 personave duke e akuzuar ata për krime lufte kundër popullatës civile në Reçak. Në një analizë të publikuar në së fundi nga Kosova Online, bashkëbiseduesit vlerësuan se autoritetet e Kosovës nuk e zgjodhen rastësisht këtë moment për të ngritur përsëri çështjen e Reçakut, sepse pritet vendimet e dhomave të specializuara në Hag në rastin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s. Profesori universitar dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Kol Krasniqi tha se seanca konstituive e Kuvendit duhet të përfundojë me konstituimin e plotë të atij organi brenda afatit kushtetues, i cili skadon me 7 gusht. Seanca nuk duhet të jetë vetëm një formalitet, por duhet të përfundojë me konstituimin e plotë të Kuvendit, tha Krasniqi, duke shtuar se vonesat janë të pajustifikuara në kushtet e një krize institucionale afatgjate. Krasniqi beson se konsultimet politike janë të dobishme, por se ato nuk duhet të kushtozojnë konstituimin e Kuvendit duke arritur një marrëveshje për formimin e qeverisë ose zgjedhjen e presidentit. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu beson se kryetaria në detyrë e Kuvendit të Kosovës Albolena Haxhiu ka detyrim kushtetues të thrasë një seancë konstituive të Kuvendit brenda 30 ditëve nga konfirmimi zyrtar i rezultateve të zgjedhjeve dhe konsideron se shtyrjen e saj si një lojë politike. Shtyrja e seancës konstituive përfaqëson një lojë politike të pajustifikuar sepse është e nevojshëm të konstituohet Kuvendi sa më shpejt të jetë e mundur të formohet qeveria dhe pastaj të diskutohet zgjedhja e presidentit, tha Kryeziu. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu gjithashtu beson se mosmbajtja e seancës konstituive lidhet me përpjekjet për të arritur një marrëveshje politike midis palëve. Sipas mendimit të tij, çështja e zgjedhjes së presidentit duhet të jetë pjesë e marrëveshjes politike që nga fillimi. Ish përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe profesori i ekonomisë Burim Ramosaj tha se pakënaqësia brenda LDK-s nuk është e re, por është grumbulluar për një kohë të gjatë, duke shtuar se çështja e LDK-s ndaj çështjes së pjesëmarrjes në formimin e institucioneve është racionale dhe se interesat e brendshëm të partisë nuk duhet të pengojnë atë proces. Ramosaj theksoi se ishte i befasuar që çështja e besimit ndaj Abdigjikut u rihap vetëm disa muaj pasi ai mori mbështetjen e delegatëve të partisë. Sipas tij, pyetja kryesore është nëse pakënaqësia në parti do të dilte në ditët pikërisht në momentin kur LDK-ja është e përfshirë në diskutimet për formimin e institucioneve. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama vlerësoi se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Amerikës kanë rënë në nivelin më të ulët dhe deklaroi se kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti ka detyrim të jap qytetarëve një përgjigje të qartë për gjendjen e këtyre marrëdhënieve. Ai tha se Serbia ka filluar një dialog strategjik me Amerikën, ndërsa mesazhi i Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës është krejtësisht ndryshe, duke deklaruar se Departamenti i Shtetit njoftoi se dialogu strategjik me Kosovën mbetet i pezulluar.
Rama përmendi edhe deklaratën e ish ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenieri, i cili paralajmëroi se reputacioni i Kosovës në Washington është dëmtuar rënd dhe se qeveria e ardhshëm duhet të merret me prioritetet amerikane. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira i ngrohtë her pas here me rreshje shiu lokale dhe bobullima. Në pjesën tjetër të javës pritet shumë mot më i këndshëm pa vap dhe me rreshje lokale shiu me bobullima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 29 deri në 33 gradë Celsius.